إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Ata që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe ata që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdoj me hutbën e dytë me temën cilësitë e bashortës së mirë. Prej cilësive të bashortës së mirë është përpjekja që ta gëzoj burrin e sajna. Gruaja, bashortja duhet me bë zakon, duhet me bë traditë që m'ju bind urdhrave të burrit, pa ndonjë kundërshtim, pa mendje madhësi, pa kryenësi, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, gruaja më e mirë është ajo të cilën kur burri e shikon, ai gëzohet. Ajo që I bindet burrit të saj kur ai e urdhron dhe nuk e kundërshton as në veten e sajna, as në pasurinë e sajna, me diçka që ai nuk e pëlqen dhe nuk e do. Kështu po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet të jenë cilësitë e gruas muslimane, cilësitë e bashortës së mirë. Gruaja duhet mi kushtu rëndësi të madhe çështjes së pamjes së sajna, rrodhave të sajna, pastërtisë së sajna, zbukurimit të sajna. Fatkeqësisht, shumë prej grave nuk e njohin zbukurimin përveç se kur dalin prej shtëpive. Ata tek muslimania duhet të jetë e kundërta, muslimania e mirë. Bashortja e mirë dhe e devotshme zbukurohet vetëm para burrit të sajna, vetëm para familjarëve të afërm të sajna. Dhe gruaja muslimane, vajza muslimane, bashortja e devotshme nuk zbukurohet kur dale prej shtëpisë. Se kjo është fitne, kjo është mëkat I madh, kjo është çrregullim I madh që vajzat e tona, nanat e tona kur dalin prej shtëpisë me dalë të zbukuruara, me dalë me parfem. Kjo është haram dhe kjo është ndaluar. Dhe kjo është fesad dhe çrregullim I madh. Është ndaluar që vajza muslimane, vajza me mbulesë, që kur dale prej shtëpisë me dalë zbukuruar, me dalë lime dhe ngjime, kjo është ndaluar. Dhe nuk guxon që të praktikohet tek muslimanët. Mirpo, kjo fatkeqësi ka ardhur te na. Kjo fatkeqësi e madhe ka ardhur te na që gratë zbukurohen kur dalin jashtë. Gratë zbukurohen kur dalin jashtë dhe I dhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe bëjnë fesad dhe bëjnë çrregullime. Andaj, ne si musliman, ne si besimtarë kemi për obligim mi urdhëru gratë tona, nanat tona, vajzat e tona, që me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, që me vendosë mbulesën, që mos me dalë të zbukurume prej shtëpive, mos me dalë në mënyrë tërheqëse prej shtëpive, se kjo është çrregullim dhe kjo është mëkat shumë I madh.
Prej cilësive tjera të bashortës së mirë është të mos gjej qetësi kur burri i saj është i hidhëruar me të. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, a doni t'ju tregoj për gratë tuaja në xhenet? Çdo grua që është e dashur dhe që lind shumë, kur ajo zemërohet, apo burri i saj sillet keq ndaj sajna, apo ai zemërohet me të, ajo i thot, kjo është dora ime mbi dorën tënde, për gruaja e vendos dorën e vet mbi dorën e burrit të saj. Dhe thot, unë nuk kam e vë, nuk do të vë gjumë sy, unë s'kam e flaj, unë nuk do të qetësohem, nuk do të rahatohem tër natën derisa ti jesh i kënaqur me mua. Pra kështu duhet me vepru gruaja ndaj burrit të sajna. Po dhe kundërta, edhe kështu duhet me vepru burri ndaj gruas së sajna. Nëse gruaja jote është e hidhëruar me ty, i ke bën ndonjë padrejtësi, atëherë ti s'dush më kanë rahat. Ti nuk dush me ndje vetë rahat. Mi bo padrejtësi gruas tane, mi bo padrejtësi bashortës tane, se burri ndaj gruas ka hak. Edhe gruaja ndaj burrit ka hak. Të dy kanë hak ndaj njëri tjetrit. Andaj duhet mu zbatu këtë hak edhe këtë të vërteta. Duhet mu zbatu urdhrat. Duhet mu zbatu parimet e se në ka mësu Allahu dhe në ka mësu pejgamberi alayhi salam. Fatkeqësisht, sot ka gra, po ka dhe burra që nuk i kushtojnë rëndësi kësaj gjëje. Nuk e kanë problem me flajt me burrin e vet. Nuk e ka problem muslimani me flajt me bashortën e vet, dhe është i hidhëruar me të. Flaj 1 muj, 2 muj, ndoshta me ditë, ndoshta me javë, dhe ndoshta me muj, ndërsa janë të hidhëruar ndaj njëri tjetrit. Sigur ata nuk e llogarisin se një ditë do të dalin para Allahut edhe do të merren në llogari për çdo send. Gruaja duhet i di edhe duhet i zbaton këto urdhra dhe këto mësime të pejgamberit alayhi salam. Sa ajo me bindje ndaj burrit të sajna, gruaja me bindje ndaj burrit të sajna, i bindet edhe Allahu subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e ka obligu gruan që të bindet burrit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e ka urdhëruar burrin që mos mi bë padrejtësi gruas, që mos mi bë të keqë gruas, që të mos sillet keq me gruan e vet. Pra nëse na muslimanët kishmi mi zbatu këto mësime të pejgamberit alayhis salam, këto urdhra të krijuesit, ne do të kishmi këtë jetë të lumtur. Ne këtë do të ishmi të gëzuar dhe të lumtur, edhe do të ishmi të kënaqur në jetën bashkëtorë. Do të ishmi të kënaqur në jetën e kësaj bote. Prej cilësive të gruas së mirë është të jetë e dashur. Se çu tha pejgamberi alayhis salam, gratë tuaja më të mira janë ato që janë të dashura. Vërtet ky është një tipar shumë i lavdëruar dhe shumë i mirë, që duhet ta ketë vajza muslimane, duhet ta ketë bashortja e devotshme dhe besimtare. Pra duhet të jetë e dashur, ta doj burrin e saj dhe të përpiqet që ta fitoj zemrën e burrit të saj, ta përfitoj dashurinë e tina me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me sjellje të mirë dhe me pamjen e saj të bukur. Se thot pejgamberi alayhis salam, gratë më të mira tuaja janë ato që janë të dashura dhe që lindin. Pra prej cilësive të bashortës së mirë është edhe lindja, me lind fëmijë. Kjo është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam. Kjo është një cilësi e mirë dhe e lavdëruar të gruaja, përveç se nëse ka ndonjë problem shëndetësor. Përveç se nëse ka ndonjë problem shëndetësor, e nëse gruaja është prej atyre e cila mund të lind, e megjithatë mundohet që me ndërprej shtatzanin, me sende të ndryshme, atëherë e dëmton fenë e sajna, e dëmton besimin e sajna, se çu po thot pejgamberi alayhis salam, martoni ato gratë që janë të dashura dhe që lindin, se unë do të krenohem me numrin tuaj në ditën e gjykimit. Kërë që ka pra mëson pejgamberi alayhis salam, martoni ato gratë që janë të dashura, janë të mira, dhe që lindin, se unë kam u krenu me numrin tuaj në ditën e gjykimit. Baballarët e tonë, gjyshërit tonë kanë bërë shumë fëmijë, kanë bërë 5, 6, 7, ndërsa tash 1 fëmijë, 2 fëmijë, mas shumë ti 3 fëmijë. Kjo nuk është prej traditës së muslimanëve. Kjo nuk është prej traditës së besimtarëve të mirë dhe të devotshëm, që mutut prej riskut, mutut se s'ka me pas mundësi mi plotsu kushtet fëmijëve. Riskun ja jep Allahu subhanahu wa taala. Çështë në ka dhënë neve, çështë kam ja dhënë edhe fëmijëve tan.
Prandaj muslimanin e ka haram dhe e ka të ndaluar mju tut riskut. Se risku na njek neve që është që na njek vdekja. A ka mundësi na njek vdekjes? Qaç ka mundësi na njek riskut? Prandaj, martohuni dhe shumohuni, martohuni dhe lidhni fëmijë. Se kjo është më e pastër dhe kjo është më e qiltër dhe kështu e kënaqni Allahun subhanahu wa taala. Bashortja duhet të jetë ngushëlluese ndaj burrit të saj. Se pejgamberi alayhis salam thotë, gratë më të mira janë ato që janë të dashura, që lindin, që janë të bindura dhe që janë ngushëlluese. E ngushëllojnë burrin e saj. Kur e ka ndonjë dert, e ka ndonjë breng, ndonjë mërzi, gruaja e mirë ja largon mërzin burrit të saj, ja largon brengat burrit të saj. E çka? Me sjellje të mirë, me sjellje të bukur, me fjalë të mira, me sjellje të mira. Kështu e ngushëllon burrin e saj. Dhe kështu është bashortja e devotshme. Kështu është bashortja muslimane. Është ajo e cila e ngushëllon burrin e saj dhe i gjende gjithmonë pranë atij kur ai ka nevojë. Gjithashtu, prej cilësive të grave të bashortjes së devotshme është të pajiset me dije. Sepse dija është shumë e rëndësishme në Islam. Njeriu duhet të ketë dije dhe të ketë njohuri se si ta ruan Islamin e vet, fein e vet, imanin e vet. Se njeriu i cili s'ka dije, ai s'mund të rujt as fejen, s'mund të rujt as imanin, as moralin. Pra dija është e para. Na duhet me mësu të keqen që më rujt prej sajna. Qështu që ka thot njëri prej selefëve, prej të parëve tanë të mirë, thot e mësova të keqen, jo për të vepruar, jo për të punuar atë, po për të ruajtur prej sajna. Kush nuk e nje të keqen, a i bije në të. Pra mësojeni të keqen, jo që me vepru të keqen, po mos me ranë të keqen, mos me ranë gjuna dhe mos me ranë në mëkat. E lusë Allah në madhruar, që me na dhon bashortet mira dhe të devotshme. E lusë Allah në madhruar me na mundsu që m'ja u dhon hakin bashorteve dhe bashortet me na dhon hakin neve. E lusë Allah në madhruar me na fal me falën e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. E lusë Allah në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. E lusë Allah në madhruar me na udhëzu në rrugën e drejtë, në rrugën e Kuranit dhe rrugën e Sunetit. E lusë Allah në madhruar që me na ndriqu natën e varrit, që me na lehtësu urën e siratit, dhe lusë Allah në madhruar me na tubu në xhenet, çashtu çush na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.